Falendrimet dhe lavdrimet kulmore i takojnë Allahut Azza wa Jall. Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej Zotit gjithmonë ndihmën, faljen, shpresën, vullnetin, faljen e gjunaheve tona, udhëzimin ton, vetëm prej Allahut xhaleshanu kërkojmë. Falenderojmë Zotin i cili na bëri prej muslimanëve, kësaj feje kaq të pastër e madhështore, që na bëri prej besimtarëve e që na bëri prej popullit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj gjithmonë dërgojmë salavat mbi vulën e pejgamberisë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Për familjen e tij të ndershme, ehli bejtin, mbi shokët, sahabët dhe me gjithë njerëzit e cilët me sinqeritet, për kushtim, devotshmëri, me besnikëri kanë qëndruar mbas pejgamberit alayhis salam, janë sot në ditën e sotme, inshallah, do të jenë do të thotë deri në ditën kur dalin para Allahut për të dhënë llogari. Dashtun vllazën, paqja, mëshira, rahmeti, bereqeti, mirësitë e Zotit qofshin gjithmonë mbi ju dhe mbi familjet juaja. E kemi obligim moral vllazëror që gjithmonë të flasim mirë për njëri tjetrin. E kemi obligim moral vllazëror që gjithmonë ta motivojmë veten tonë, pastaj edhe njëri tjetrin që gjithmonë ta thrasim veten edhe tjerët, vllaznin ton, t'i thrasim në veprat mira, në veprat e hajrit dhe në veprat e cilet i don Allahu xhaleshanuhu. Andaj të përgëzuar janë ato të cilet e këshillojnë veten e vet, e pranojnë këshillën e vet, edhe pasi që e pranojnë këshillën e vet, mundohen atë që e bojnë për veten e vet me e bërë për tjerët. Përgëzuar janë ato besimtar që veprat i kanë rrallë të parë për hir të Zotit xhaleshanuhu. Të përgëzuar janë. Allahu xhaleshanuhu i ka përgëzuar këto rob. Andaj dhe thotë stejdu bila bismillah, wa bashshiril ladhina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. E përgëzoj ata që besuan dhe bën vepra të mira, se ata do të jenë në xhenete në të cilet rrjedhin lumej. Allahu na mundsoft. Përgëzoj këto njerëz, këto besimtar, këto krijesa. Përgëzoj nëse kanë qenë prej atyre të cilët kanë bërë vepra të mira, e kanë besuar Zotin, nuk kanë me pas përfundim tjetër përveç se të shkojnë në lumet e xhenetit. Përveç se të shkojnë në lumet e xhenetit që Zoti xhaleshanuhu i ka kriju vetëm e vetëm për robën e tij. Apostafat. Po dashur vllazën, a duhet na me përgëzuar njëri tjetrin? Allahu xhaleshanuhu na tregon që e përgëzon robën e tij, besimtarin e tij. A duhet na me përgëzuar njëri tjetrin, me i thon vllaut ton besimtar që nëse ti e ke një vepër të caktuar që e don Zoti xhaleshanuhu dhe ti e ban, dije që edhe ti e përgëzuar. Dije edhe që ti e përgëzuar tek Zoti xhaleshanuhu. Ndërto dua t'i ceki disa. Për shembull, shtrohet pyetja, a jena na falënderues? Nëse na godet një sprov, një situatë e pakëndshme, edhe na falënderojmë Zotin xhaleshanuhu në secilin situatë që jena na, të jena të përgëzuar. Pse? Sepse Allahu xhaleshanuhu thot inna Allaha ma'as sabirin. Allahu është me ata të cilët bajnë durim. E falënderimi në sprov, në situatë të vështirë është durim tek Zoti xhaleshanuhu. Andaj po i bën që ai person apo njëri nga ana nëse e gjen do thot veten e vet në këtë pjesë. Nëse e gjen veten tonë në këtë pjesë që e falenderojmë Zotin edhe bëjmë durim, edhe thot Allahu xhaleshanuhu inna Allaha ma'as sabirin, me të vërtetë Allahu është me durimtarët, dashur vllazën, ta dina që jena të përgëzuar. Jena të përgëzuar sepse po e gjen veten tonë në një definicion që Zoti xhaleshanuhu thot Allahu është me besimtarët. E dyta, kur jena të zemëruar edhe kontrollojmë veten tonë, sepse krijesa jena, njerëz jena, edhe jena të lumtur, edhe jena të mërzitur, edhe nervozohna, edhe zemërohna, edhe piklohna, gjitha situatat i kena, për faktin që jena njerëz, për faktin që jena krijesa të dalluara. Po, nëse njëri prej nesh e gjen veten në këtë definicion, kur jemi të zemëruar, edhe veten tonë e përmbajmë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i fort nuk është ai i cili është i fort në mundje.
I fortë është ai i cili kur ishte i zemëruar e kontrollon veten e vet. A gjem na veten tonë në këtë definicion? A meritojmë që ne të përgëzohna me këtë definicion, kur jena na të zemëruar, e kontrollojmë veten tonë vetëm për hir të Zotit xhaleshanu. Duke mos treguar që na kur zemërohna, jena të fortë në mundje me dikën tjetër, por me treguar që na kur zemërohna vetëm për hir të Zotit xhaleshanu e durojmë. Pse? Për faktin që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që ka një vlerë shumë të madhe ai i cili ndodhet në këtë situatë. Edhe mundohet me kontrollu veten e vet, me menaxhu veten e vet. Inshallah edhe na qëllojmë do të thotë në këtë përgëzim. E treta, kur na pendohna sinqerisht, edhe nuk kthehna tek gjunahu që e kena bërë më herët. A gjendena në këtë përgëzim? A përgëzojmë veten tonë me një gjëna të cilën e kena bën kalumen? Edhe jena penduar sinqerisht për atë gjëna, për atë gabim, për atë mëkat, jena penduar sinqerisht. Edhe nuk jena kthy më atë. A meritojmë që veten tonë ta përgëzojmë? Pse? Për faktin që Allahu xhaleshanu thot inna Allaha yuhibbut tawabin. Allahu i don ata që pendohen. A gjem veten tonë në këtë përgëzim? Secili le ta pyesim veten e vet. Në këto 3 përgëzime çka kena cek deri tash, a kena gjetë veten tonë që e kena pas një mëkat, e kena pas një gjëna, kena pas shumë vështirë me largu nga vetja jon, po ka ardhur një moment që Zoti ta bën kabull doan, edhe ti largohesh nga gjëna. Edhe nuk kthehesh më. Nuk ka shans që të kthehesh më në gjëna. Pse? Se sinqeriteti jot në duan tonë, kundrejt me Allahun xhaleshanu ka keni sinqert. E katërta, kur jep një sadak, edhe ajo sadak është e fshehtë, nuk e din askush përveç krijuesit tan, përveç Allahu xhaleshanu, përveç Zotit të gjithësisë. Kur e jep një sadak dhe nuk e din askush tjetër, a gjem veten tonë që na japim një sadak dhe mundohna që këtë sadakën tonë me e majtë sa më mshift, mos me dal nga ajo kurniza e sevapit. Mos me dal nga kurniza e sevapit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, sadakaja e fshehtë e shuan zemrimin e Zotit xhaleshanu. E largon zemrimin e Zotit. Po qoftë ajo e fshehtë që nuk e din kërkush. Vazhdoj me tjetrën. Kur njerëzit kanë mendim të mirë për ty, edhe ky është përgëzim. Edhe në këtë duhet me gjetë veten tonë me u përgëzu, nëse na e dim që njerëzit rreth nesh, shoqëria jonë, njerëzit të cilën na njohin, por edhe ata që nuk na njohin shumë, por e kanë dëgjuar një mendim të mirë për ty, kanë dëgjuar një fjalë të mirë për ty dikon atje. A është një përgëzim ky? A gjem veten tonë na? A na njohin neve njerëz si një njeri i mirë, si një njeri i devotshëm, si një njeri i cili nuk ka rrezik prej tij? Ishte rasti i Ebu Hanifes, të cilin ka transmetime të cilët tregojnë që shumë vite e ka falë, do të thotë, namazin e sabahut me abdest të namazit e yatsis. Në disa transmetime tregohet kur ai dilte në treg, i ndigjohet e njerëzit të cilët kishin mendime të mira për te. Dhe tha, masi që këto njerëz kanë mendim të mirë për mu, edhe unë ma shumë du me e përmisu vetën teme në veprat e tia. Andaj, edhe ndoshtë edhe neve na qëllan që dikush na livdon neve, na thot një fjalë mirë, po na ala nuk e gjejmë veten tonë na çka ai thot për ne. Duhet me e përmisu veten tonë, dashur vëllezër. Me e përmisu veten tonë ashtu siç na njohin njerëz. Në librin e një profesori tim nderuar, Jaja Hondozi, në këshillat e tij e shkruan edhe këtë thotë. Kur të mundohesh thotë të japësh nasihat apo të japësh këshill një personit, mundohu që të japësh atij e mos ta gjesh edhe veten tënde në këshillën tënde. Çka do të thotë kjo? Në momentin që na këshillojmë dikën të jena sigurt që këshillën një herë e kena perfeksionuar në veten tonë, e kena kultivu mirë në veten tonë, e kena mendimin e mirë një herë për veten tonë, pastaj e dërgojmë tek tjerët. Po tjetra, nëse ti ke mendim të mirë për tjerët, ma herët ishte nëse njerëzit kanë mendim të mirë për ty, po nëse ti ke mendim të mirë për tjerët. Shkoj një person tek
Ebu Dujan dhe i thot, ishte në momentet e tij të cilën ishte i shëmur dhe i tha, po shoh tha në fytyrën tonë që ka dritë, ka nur, am tregon tha çka mundet me ken puna. Pse? Tha ndër veprat e mira, cilat ndoshta janë pranuar dhe i bëj tek Zoti xhaleshanu, tha janë dy që mundem me i veçu. E para tha është heshti, tha, heshti nuk flas tha në çështjet në të cilat mu nuk më interesojnë. Diçka që në mesin tonë, në ditët e sotme, është shumë e përhapur. Që edhe në gjana që nuk na interesojnë, edhe në gjana që na interesojnë, komenti jonë është i pari. Po në qoftë edhe nëse nuk na intereson diçka, me njëherë mendjen tonë e zhvillohet atë interesimin. Vetëm me pas material me fol. E ky tha, nëse ishte dy vepra të cilat unë i kam të mira, tha para është një, nuk më interesojnë, nuk flas për çështjet që nuk janë të mia, ata nuk më interesojnë, edhe e dyta tha, qëndroj tha larg paragjykimeve të njerëzve. Kam mendim mirë për njerëzit. Kam mendim mirë, nuk i paragjykoj njerëzit me veprat e tyre. Tha nëse janë tha dy gjëra të cilat mua më ndriçojnë fytyrën, tha janë ta dy. Tjetra, nëse njerëzit nuk kanë frikë nga na, duhet të jenë atë përgëzuar dashur vëllazër. Pse? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, më i miri thot për jush është ai i cili njerëzit thot janë të ruajtur nga dora dhe nga gjuha e tij. Nëse njëri prej nesh e ndjen veten që njerëzit nuk kanë frikë për ti, dashur vëllazër, të jeni të përgëzuar. Të jeni të përgëzuar se jeni në rrugën e drejtë. Thamë në fillim që e kemi obligim moral që ta motivojmë veten tonë edhe njëri tjetrin që të vazhdojmë përpara me besimin tonë. Mos të ngelim vetëm rangun që ishim dikur. Andaj edhe kjo ligjërata sot më është që ta motivojmë njëri tjetrin që nëse na e gjen njën veten tonë mes këtyre pikave të cilat na po i thojmë, të jena të përgëzuar dashur vëllazër që jena në rrugën e drejtë, që nëse hyn mesin e disa personave dhe ato persona nuk thonë për ty, erdh filani, duhet me uçu edhe me ik, ta dish që je i përgëzuar. Ti je i lumtur në besimin tënd. Tjetra, ai i cili Zoti ja mundson me këshillu dikën tjetër, ti je i përgëzuar në këtë dynjë dhe në ahiret, sepse Zoti xhaleshanu thot: "Wa qulu lin-nasi husna." Dhe thuju njerëzve fjalë të mira. Nëse Allahu ta ka mundsuar me i thënë dikujt një fjalë të mirë, dije se je i përgëzuar. Dije se je i përgëzuar dashur vëllazër. Thamë që e kemi obligim moral ta motivojmë njëri tjetrin. Po ai i cili e fal namazin, çka është grada e tij, çka është niveli i tij, çka është përgëzimi i tij? Thot Allahu xhaleshanu, "Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un." Është e sigurt se kanë shpëtuar besimtarët. Është e sigurt që kanë shpëtuar besimtarët. Ata të cilët janë të për ulur edhe të kujdesur, ku janë të kujdesshëm për namazin e tyre. Nëse je namazli i rregullt, nëse e fal namazin i rregullt, dije se je përgëzuar i dashur vëllazër. E kam edhe një pikë tjetër. Po ata të cilët e falin vetëm namazin e xumas, çka është çështja me to? Ta dinë që janë përgëzuar edhe ato për veprën e tyre. Sepse Allahu xhaleshanu thot: "Faman ya'mal mithqala darratin khayran yara." Dhe nëse e bani një grimc, qoftë ajo sa e vogël qoftë, dijeni që tek Zoti xhaleshanu e gjeni. Edhe për to ka përgëzim dashur vëllazër. Po a mjafton kjo? Nuk mjafton tek Zoti xhaleshanu. Duhet me shtu diçka nga vetja vet. Duhet me dhënë diçka nga vetja vet, sepse ky krijues kaq i mirë, kaq i madh, kaq i bukur e meriton që më shumë me u adhuru. E meriton më shumë me u adhuru. Edhe një për në fund. Po ai i cili tha vetëm një herë në jetën e tij, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ai i cili thot një herë me zemrën e tij, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, dhe se pejgamberi ishte rob dhe i dërguar i tij, do të hyjë në xhenet. Kur hyn në xhenet, aty din Zoti xhaleshanu. Po a duhet këtij shahadeti, kësaj dëshmie me jashtu edhe namazin? Padyshim që duhet. Kështu që Allahu na mundësoft që të jena përgëzuar për këtyre çka i cekme. Lutë Allahun që na i fal gjunat tona. Na begatoj me veprat të cilat vetëm Zoti i ka krijuar për ne.
Të jena për njerëzve të cilët ja duan të mirë njëri tjetrit. Lutim Allahun që na i falë gjunat tona, e lut Zotin që na gradoj me gradat më të larta të xhenetit Firdaus. Amin. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا